طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kemi filluar një seri të derseve, të reja të derseve rreth shenjave të kiametit. Kemi arritur tek një temë, gjithësia ishte një tërsi, pastaj filloi të ndahet edhe të zgjerohet. Domethënë, kemi filluar rreth paralajmërimeve, këto hyn edhe shkencore, apo që nuk janë ditur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shumë prej gjërave shkencore që sot i ka trajtuar, hulumtuar shkenca, janë në për ajete kuranore dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, para kapitullit që do të ndodhin disa gjëra para kiametit, do t'i trajtojmë këto gjëra për ta vërtetuar për ata që nuk i besojnë Kur'anit, se Kur'ani është i vërtetë. Që shkenca sot e ka vërtetu, ndërsa Kur'ani na ka tregu para 15 shekujve. Edhe hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Janë mbajt konferenca të ndryshme në Gjidde, në Riyadh, në Arabinë Saudite më herët, të shkencëtarëve të ndryshëm, të cilët kanë qenë jo musliman, kur i kanë parë këto ajete, janë çudit, janë mahnit. Qysh ka mundësi një njeri analfabet me ditë, një njeri që nuk ka ditë shkrim lexim, në mënyrë të detajzuar me t'i kallëzu këto gjëra. Thot Allah në Kur'an, a nuk shohin ata që nuk besojnë, për jo besimtarët, se qiejt dhe toka ishin të ngjitura. E ne i ndam ato dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo sendi, a nuk besojnë? Suratul Anbiya ajeti 30. Përmendo ky ajet kur ka zbrit, sahabët veç e kanë mësu përmendsh, e kanë ditë kontekstin e përgjithshëm, më thonë atë kuptimin, mirë, po s'kanë ditë çka ka të bëjë me një aspekt qysh toka, qielli. Mosa sot shkenca këto e ka vërtetu. Thot ky ajet i Kuranit zbulon një fshehtësi të madhe nga i gjithdituri, që qiejt dhe toka ishin të bashkuara në fillim dhe ishin një tërsi, e pastaj u ndan edhe u zgjeruan në gjithësi. Thot ky është zbulim bashkëkohor i gjithësisë, për gjithësinë, sepse dietarët në kohën tonë zbuluan se materia në fillim ishte një tërsi e palëvizshme në formë të gast, e nxehtë, e trash, e ngjitur, dhe kjo u bën një shkak i shpërthimit. Keni pa që thënë Big Bangu? Një shkak i shpërthimit para, shkencëtarët thënë saktësisht nuk dihet, para 5 miliard vjetësh. Kjo është veç thjesht, domethënë, hulumtimi i shkencëtarëve, po saktësisht nuk mundesh me thonë 5 miliard, 6 miliard, 3 miliard, e rëndësishme shumë. Thot, dhe qiellin ne bëm, thot, me duart tona e krijuam, dhe ne patjetër e zgjerojmë atë. Me duart e vetë Allah subhanahu wa taala ka kriju qiellin. Qysh tek nuk e dim. Thot, prandaj vllai im mendo qoftë edhe një herë se nga është nisur kjo gjithësi, padyshim është duke u rikthyer tek ai që e lëvizi herën e parë. Gjithatë gjithësi, qiejja toka, Allah subhanahu wa taala me duart e tij ka krijuar, kanë qenë të palëvizshëm fillim, kanë qenë të ngjitura, pastaj nga një shpërthim është bë kjo që është. Janë bë malet, janë bë qiej, toka, detnat, ku e dione, çfarë madhështi e madhe, subhanallahu. Dita dhe nata vazhdimisht ndjekin në njëra tjetrën tash. Këto është edhe një prej argumenteve që disa prej dietarëve kanë thonë që toka nuk është e rrafshët. Një pjesë kanë thonë që është e rrafshët. Keni dëgjuar debatin. Këto ajete, ulemaja i kanë trajtuar dhe kanë thonë që këto ajete kanë të bëjnë me tokën e cila është e rrumbullakët, sferike. Nuk o bashkë tapë si top kështu, po ma sferike. Se do shoh kjo meselë gjeografie është. Nuk bën më fut në atë meselën, jo është kufër, jo është iman. Thot Allah subhanahu wa taala, ai Allah e mbuloi ditën me natën, që më të shpejt e ndjek atë. Ai Allah natën jam mbështjell ditës dhe ditën jam mbështjell natës. Mbështjellje, apo? Thot ti o Zot e fute natën ditën dhe ti o Zot e fute ditën në natën. Po ashtu. Shiko pra vllai dashur, se si Allahu subhanahu wa taala paralajmëron se nata dhe dita ndjekin dhe e kërkojnë njëri tjetrin. E kërkojnë njëri tjetrin. Po Allah që thot në Kur'an, ne e bëm tokën e rrafsht. As është ky argument i fuqishëm që toka është e rrafshta? Ty doket që është e rrafsht, se ta ka bë këtu të rrafshat. Mirë, po nëse është
Po e zon, për shembull, nëse është diçka sferike këtu. Që tu ti kur trina, duku tu e rrafsht këtu, ti duhet e rrafsht. Nuk është ai sferikave çtu për një herë. Do të thotë, toka është shumë e gjonë. Do thjesht si argument me pas që kur u bën një debat në Facebook për çështjen e tokës, unë s'kam marr pjesë hiç në debat. Thjesht e shoh si të kot këtë debat. Lejnë mesin ulemave ose mesin ulemave. Këtë ulemat bashkohor e kanë mendimin që toka është sferike. Kretë ulemat bashkohor. Shumit ca po themi, përveç naj një aty këtu që mundet me dalë. Thot, shiko vllai i dashur, se si Allah i lartësuar na paralemrojnë se nata dhe dita ndjekin dhe kërkojnë njëra tjetrën vazhdimisht, e një gjë e tillë nuk ndodh përveç se nëse toka është e rrumbullakët. Dhe nuk ka mundësi ndryshe. Dhe thot për këtë që thiri Galileu, me që ndoshta kishte dëgjuar nga muslimanët, të cilën kisha çka i boni, e likvidoi. Thot Yuri Gargarini, pas kthimit nga udhëtimi i tij rreth tokës, tha se kishte vërejtur ndjekje të shpejtë të errësirës dhe të dritës mbi tokë për shkak të rrotullimit të saj. Shkencëtarët e kanë vërtetuar këto, mirë po, çka? A e dini që shkencëtarët kisha mes jetë i ka mbytur dhe i ka djegur në turin e zjarrit. Vetëm se kanë hulumtu diçka, çështjet shkencore, ata i kanë djeg. Kanë thonë kjo kundër kishës. Ndërsa Islami i nxit shkencëtarët me hulumtu. E nxit dijen. Çu hulumta. Sepse shkencëtarët kur gjë nuk bën thjesht veç hulumtan. Bënoj drejt. Mos manipulon nëpërmjet shkencës ti me sulmu fen. Por se nëse je i sinqert me Allahun tënd, hulumton, feja islame ty të nxit me hulumtu. Edhe nuk ka asnjë të keqe. Ndërsa këta që flasin për shkencë dhe që i atribuojnë krishterënizmit, ju e keni historinë e gjakosur. Ju keni gjakderdhje, që kanë kërkuar që e falje pastaj. Sigur me thonë kisha ka qenë nalt, poshtë në podrum i kanë masakru dhe i kanë djeg shkencëtarët në turën e drujve. E ju po më kallëzoni Evropa që ka, do më thonë, përparimtara? Evropa përparimtare u bë kur e kalon krishterënizmin. Ndërsa Islami, bota islame ka shku në humner kur e kalon Islamin. Praktikimin e Islamit. Se këta sot që na sulmojnë anti-islamistat e kapin Evropën e sotshme, ekonominë e sotshme nëpërmjet krishterënizmit, po s'është e vërtetë. Evropa është laike. S'ka të bëjmë me krishterënizëm këtu. Nëse kthehesh te krishterënizmi ti duhet më kthyn mes jetë. Me këqyr kisha ju, çka ka bo? Kisha ju ka vrarë njerëz, ka prej, ka masakru, ka djeg. Ju e keni historinë e rrësume. E na në momentin kur fillojmë ju kthy dinit Allahut subhanahu wa taala, të na çon Allahu bereqet, edhe çdo aspekt ne fuqizohemi. Veç pak disa shtete kanë fillu më rikthu fesë, Allahu zëvëzhel që shpjeve bereqet. Pi forca. Po më konë si kone pejgamberit a.s. këthimi i fesë. Qa bomi na? Qiet dhe toka qëndrejnë mbi shtylla të padukshme. Në vllazni, nëse ngritim kokën lart, themi që nuk ka shtylla. Realisht janë disa shtylla që na nuk i shohim. Thot Allah subhanahu wa taala, Allah është ai që ngriti qiejt me shtylla që nuk i shihni. Surat Ar-Ra'd ajeti 2. Ky ajet është i përshtatshëm në kohën kur zbriti sepse njeriu asaj kohe shihte në këtë gjithësi planete të ndryshme që shndrojnë pa asnjë shtyllë të dukshme. Nuk kishte teleskop, nuk kishte hulumtime sene, edhe ishte i çuditshme, por në të njëjtën kohë ajeti sqaron se qiejt, të cilët janë 7, që shkenca ende nuk i ka zbuluar, dhe toka kanë shtylla për të padukshme. Kanë shtylla për të padukshme. Sot kur shkenca përparoi, arriti dhe ta vërtetoi këtë thënie të Kur'anit, sepse dietarët zbuluan se planetët çndrojnë në pozicionin e tyre sipas ligjit të gravitacionit, të cilën e krijoi Allahu i lartësuar, ndaj planetët çndrojnë në pozicionin e tyre, përndryshe do të shkatërrojë çdo gjë. Ibn Kathiri komentin e ajetit me shtylla që nuk i shihni thot, Ibn Abbasi, Mujahidi, Hasani, Katade, thot ata qiejt dhe toka kanë shtylla, por nuk shihen. Nuk i ka bërë të dukshëm për neve. Ata kanë shtylla, por na nuk i shohim ato shtylla. Shiko pra vllai i dashur këtë fshehtësi të madhe të Kur'anit, të cilën e ka vërtetuar zburimin shkencore shumë të më
vëndshme. Shtypja atmosferike ulet me ngritjen nga sipërfaqja e tokës. Atë që Allah dëshiron ta udhëzoj, i azgjeron zemrën e tij. Thot, për ta pranuar Islamin, kurse atë që dëshiron ta lërë të humbur, gjoksin e tij ja bën shumë të ngushtë, sikur të ngjitej në qiell. Ajeti përgjithshëm e kanë lexuar sahabit, ndërsa sot shkencëtarët e bëjnë kios me çështjen e daljes jashtë kësaj orbite. Ky ajet i lartëmarrëruar i zbulon dy fshehcina. E para se sa më lart që të ngritet njeriu nga rruzulli toksor, i ngushtohet frymarrja. Sa më lart që shkon, frymarrja i ngushtohet. Thot, e kjo është ajo që shkenca bashkëkohore dëshmoi. E dyta, nga ky ajet nënkuptohet se njeriu një ditë do ta përjetoj këtë vetvetiu dhe do të ngjitet në lartësinë qiellore, ja pra janë ditët tona, ato që argumentojnë këtë, më thuaj atëherë, a mund të jetë kjo fjalë e Muhamedit a.s. Te nëse shkon me ato anijet kozmike me sene që i kanë, edhe pse këtë orbit vllazni nuk mundën me shtu, me dalë, jashtë kësaj orbite. Kërit studimet që janë bo, brenda kësaj orbite është, brenda që të qiellit të parë. Se qielli i parë, qielli i dytë, 3, 4, 5, 6, 7 është çka? Është uji, pas ujit, është arshi i Allahut, pas arshit është Allahu subhanallahu. Nuk mund është me dalë jashtë kësaj orbite. Kush ka dalë jashtë kësaj orbite? Muhamedi a.s. Me çka ka dalë? Me burakin, a unë gjitë. A po Allahu azhajal? Jo. Si ta shihja? Ishte dritë. Por kjo është specifike veç për Muhamedit a.s. Dhe Muhamedi a.s. u takua me pejgambert Allahut. Derisa me një pejgamber u takua, disa herë shkoi tek Allahu subhanallahu, u kthye 50, 40 namazet, 30, 20, erdhin 5, tha ktheu edhe një herë. Tha po vjen mora, më tur po vjen. Sa herë shkova? Edhe tha 5 sa 50 shpërblime i kemi vllazni. Dhe kushdo që thot kemi shku, ku e diuna, jashtë kësaj orbite, gënjejnë me ajete kuranore. Nuk mundë, sa do në thojnë ata, kemi shku e kemi te i kalu këtë orbit. Apo, këtë qiellin e parë të tokës. Njerëzimi do ta kaloj depërtoj rruzullin toksor, por vetëm me një fuqi. O turme gjinve dhe njerëzve, nëse kemi mundësi të dilni për te kufive të qieve tokës, ju dilni. Por nuk do të mundeni të dilni pas me një fuqi të fortë, që në këtë kohë të shekullit 7 nuk e posedonit. S'muni me dalë jashtë qieve edhe tokës. Suratul Rahman, ajeti 33, është shumë e qartë se ç'nuk kupton ky ajet i madh, zhvillimi teknik bashkë argumentoj apo mirë të themi praktikoj këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Njerëzimi do të përdorë mjete të tjera transportuese përveç gomarit edhe kalit. Subhanallahu, në kohën e pejgamberit a.s. Muhamedi a.s. e ka shembully apo ka bë kias me një dhomë, kerrin e ka bë si një lloj dhome, ka thonë. Apo kanë më konë mrenda si në dhomë, kanë me ecë për te xhamiave, dhe s'kanë me fat namazin. Sepse ka qenë pa logjikshme qysh me hetë, qysh me ja shpjegu Resuli a.s. kerrin, qysh me ja shpjegu aeroplanat, qysh me shpjegu, kur nuk e kanë ata një imagjinatën e vetë këta. Çka thot Allahu subhanallahu? Në formë transportimit, çka kanë përdorur sahabët? Kuajt, mushkat, ku e diune, gomart, devët. Çka ka thonë Allahu në Kur'an, shikoni. Edhe kuajt i krijoi Zoti yt. Edhe mushkat, edhe gomarët. Për t'ju hypur atyre edhe si stoli. Mirë, po thot do të krijoj përhipje çka ju nuk e dini. Çfarë paralajmërimi po të kallëzon. Nuk ka mundësi sahabët me ditë çka ka të bëjë kjo. Përveç se kur shkenca pastaj apo njeriu që ka dhënë logjikën Allahu subhanallahu, i ka bë mjetet e transportit, kur e lexojmë këtë ajet themi subhanallah. Neve na rrit hala më shumë imanin. Sepse ne i besojmë. Ndërsa pa besimtari
Duhet me marrë këtë ajet edhe mu ull, me logjik, me menu të shnosh, edhe me thonë, qysh ka mundësi, hajde merë një Kur'an gjë që është para 500 vjetë, apo 1000 vjetë, që s'ka posë që si Mercedesa, që si sene, edhe merë qatë Kur'an, edhe merë Kur'an në sot qëmë, njësoj ajeti, si atëherë, si sot. Dhe qëfar i thua? Ti du të me thonë, dëshmuam dhe u bindëm, dhe pranoje shahadetin, pranoje islamin. Me këtë ajet Kur'anor. Shtazët e përmendura në ajet ishin mënyra vetme e njore transportuese për atë ko. Por Allah u thotë se në tardhën do të krijoj mjetet të reja, që ju sot nuk i dini. Pasove ju në shpik ato, pas 3-14 shikujve. Kur u zbulu kjari për artë parë? Mercedesi për artë parë, ko 1800 në, ko e diju në? 800 dishka. Më dhëmë para 200 vjetë. Pas ta thëjë, ja pra edhe koha veturave, aeroplanve vërtetoj këtë fjalë të madhe të Allahut të lartësuar. Toka rrotullohet dhe kodrat lëvizin si kur rret në qiell. Këtë lëvizin vëllai. Neve a na duket që lëvizin? S'na duket. Vllazni, ti mundesh më kon në anije. Ti mundesh më kon me një vend të mbyllur, ai hec në djathtë, ma ty s'duket që po hec. Apo? Nuk e vrin. Ti thot, unë jam i rrafsht. Ti thu, unë as në djathën smajt nuk jam. Ama, je brenda asaj orbite që po lëviz. Po ti se merr vesh që po lëviz. E Allah po të thot, e ti Muhammed dhe ti njeri, sheh kodrat e mendon se ato janë të pa lëvizshme. A realisht lëvizin ato. Thot, ndërsa ato kalojnë sikur se kalojnë rret, kjo është mishtri Allah që përsosi çdo send e ai hollësisht i njohur që punon. Suratul Naml ajeti 80. Betohem në atë që jeta jonë është në dorën e tij, se ky Kur'an është fjala e Allahut subhanahu wa taala, yerhamukallah. Ky ajet është argument shumë i madh për këtë që pretendoj. Ai sinjalizoi se toka rrotullohet e përndryshe çdo të thot lëvizja kodrave, ky realitet u zbulua 5 shekuj më parë nga ana e dietarit Kopernik. Keni ndëgjuar, keni mësuar në shkolla Koperniku, që e ka zbuluar këtë gjë që Kur'ani na ka treguar para këtij shkencëtari në vitin 1543, që kisha e akuzoi si mosbesimtar edhe e dogji Kopernikun, për shkak se ka thonë këtë gjë që e ka thonë Kur'ani. Thot pra është më këtë të mos pranohet ky realitet, kur e dim se ende thot se i pari që thiri në këtë realitet është Koperniku. Bukur. Qielli është një qatim mbrojtëse. Qielli është një qatim mbrojtëse. Thot Allahu Azza. Dhe ne qiellin ua bëm si një kulm të sigurt, por ata refuzojnë ajetet tona. Qielli pra është ai që e mbron tokën. Është ai që e mbron tokën, sikurse kulmi që e mbron shtëpinë. Vallë për çka mbron atë, dietarët bashkëkohor kanë thonë, sikur shtypja atmosferike toksore të ishte pak më e ulët se që është nga rruzulli toksor, atëherë shkëndijat e shumta të cilët çajnë horizontet e jashtme do të goditnin tokën, do ta shkatronin tokën. Largësia mes yjeve dhe fshehtësia e vendqëndrimeve të tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala, betohem në vendqëndrimin e yjeve, e ky betim është i madh sikur ta dini. Thot komentuesi, kur Allah i lartësuar betohet në një krijesë, i lejohet Allahut subhanahu wa taala mu betun krijesa. Na s'lejohet mu betu. I lejohet Allahut subhanahu wa taala mu betun krijesa dhe ajo është ekskluzivitet vetëm për to. Ndërsa nëse na betohemi në dikë tjetër për Allahut subhanahu wa taala, çka kemi bërë? Kufër ose shirk. Kufër ose shirk të madh të vogël, të vogël. Po nëse i jep cilësi krijesës duke u betuar, atëherë edhe nëse betohesh, edhe nëse themi si është kufër apo shirk i vogël, kjo kalon pastaj në shirkun e madh. Për shembull, nëse ti betohesh me një varr që thua që jep cilësi të Zotit, cilësi që të shëron, cilësi që i ka vetëm Allahu subhanahu wa taala, ti nuk mund t'i thuash që ke bërë shirk të vogël apo kufër të vogël. Kjo është shirk i madh.
Pastaj thot, kur Allah i lartësuar betohet një krijesë të tij, kjo do të thotë se ajo është me rëndësi shumë të madhe. Njeriu i shekullit të 7 nuk dinte asgjë për largësinë e yjeve dhe për madhësinë e tyre. Grupi i yjeve më të afërta me qiellin tonë është larg nesh afër 700.000 vjet drite. Ndërsa shpejtësia e dritës, a dini sa është? 300.000 km në sekondë është. 300.000 km në sekondë është shpejtësia e dritës. E thash, ju mendoni. S'mush më mendoj heq. 300.000 km në sekundë. Jo në orë, po në sekundë. Shkencëtar që e kanë vërtetu. Mirë, po sekreti më i madh në këtë ajet është vendqëndrimi i yjeve. Gjë që sot e kësaj dite i mundon dietarët, koha kur dietarët do ta përcaktojnë vendqëndrimin e yjeve, do të mund të vizatojnë hartën e tyre, do të jetë një kohë e re për historinë njerëzore. Hala se kanë trajtu. Drita e hënës është e huazuar, ndërsa e diellit është nga vet ai. Allahu subhanahu wa taala suratu Yunus thot: ai Allahu është që bëri diellin shëndritës. Shëndrit. Ndërsa thot hënën e bëri dritë. I madhërishmi është ai që krijoi yjet në qiell dhe vendosi në të shëndritës. Dhe një hënë ndriques suratul Furqan ajeti gjatëni. Pra vllai im i dashur, këto dy ajete sinjalizojnë se dielli është shëndritës, që nënkupton se ai ndrit vetvetiu. Ndërsa thot hëna është në dritë, nur, që nënkupton se ajo huazon dritë. A për këftane? Shëndritës dhe huazimi dritës. Së përdia për këftane, shëndritës dhe huazimi dritës. Dikush rinë mrapa dritës dhe e merë dritën. Mirë po shëndritës vetë është dili. Nërsa hona vetë se e merë dilin, e merë dritën dhe ta përhap. Kjo pra është ajo që zbuloi shkenca bashkëkohore, cila thotë se dielli është i zjarrt, kurse hëna drita e saj e merr nga dielli. Hëna po e mirë ka dritën nga dielli. Bokor. Paralajmërimi i Allahut subhanahu wa taala se në fillim gjithësia ishte tym vllazni. Allahu thot subhanahu wa taala, mandej ai Allahu mësyi qiellin, krijimin e tij, se e ai ishte tym. Dhe thot dha atij dhe tokës u tha: "Çasuni urdhrit tim." Çka thom unë bëhuni. Me dëshirë ose me dhunë. Ata thanë erdhëm me dëshirë. Po njeriu subhanallah, pse nuk e pranon Allahun subhanahu wa taala dhe Muhamedit alayhi salam? Gjithë ato krijesa madhështore që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala e kanë frikë Allahun azza wa jall. Nëse njeriu një krijesë shumë e dopt, që vetë thot Allahu subhanahu wa taala që njeriu është i krijuar i dopt, ngritet lart dhe kundërshton Allahun subhanahu wa taala. Ky ajet sinjalizon se qielli në fillim të krijimit ishte një lloj tymi dhe dietarët pothuajse të gjithë u pajtuan në këtë. Paralajmërimi i Allahut se dielli lëviz drejt një caku të tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, edhe dielli udhton për në cakun e vet. Ky është përcaktimi nga dhënjuesi të dijshëm sura Yasin ajeti 38. Thot ky ajet sinjalizon në atë që thot shkenca bashkëkohore se dielli ka dy lëvizje. Njëra thot rreth boshtit të tij dhe tjetra lëvizje kaluese ka lindja rreth një ylli shumë të madh. Edhe në vetvete, edhe lëviz, domethënë keni mësuar edhe në gjeografia, po, bukur. Paralajmërimi i Allahut se çdo gjë krijoi në çifte vllazni. Çdo sen e ka kriju në qift, burrin me gru, apo bile edhe shtekirin na kur ta blejm, e ka shtekiri është edhe ai tjetri është, apo? Çdo sen qift është, se s'ka mundësi ndryshe. E këta dalin tipat dhe thënë, jo një do të më konë. Pse po huazën fëmija tëre? Që shkime po fëmijën, hajtë kalëzëm ti mu. Thëtë për do më martu, burë me burë për do më martu, gru me gru për do më martu. E pse po huazën fëmijë pra? Pse po huazën? Le? Se ti fëmijë nuk mundesh me bo për vetë se pa spermën e moshkullit dhe qelizën e ves të femnës. Ka mundësi ndryshe me bo? Si dirë ke njona, theke, tha, sa mirë do t'ishte një bot pa burra. E ti që shje bo, me? Që më dalish për lëmotit aty në për media. Thot i lartësuar është ai që i krijoi çiftet të gjitha, dy lloje nga çka mbin nga toka, nga vet ata njerëz dhe nga çka ata nuk dinë. Dirë si pak nuk e ka atë karakterin tem të ligjëratës, unë pak piskas, apo kupton. A ju duket interesant, pak ju shtin gjumë tash.
Se unë se kom atë stilin e derzit ka dole si kur o gjallula. E ki po, qështë e ka, unë pak e kom ma se, e kjo derzi pak s'po më shkan për ftyrën tema, apo? A gjështu? Po në erë du të mi trajtu do sene, që jone edhe... Unë transformim atë. Dështë të bu transformu. Kjo ajet dhe të ngjashmit me të në Kur'an sinjalizon se çdo gjë në këtë botë është dy llojesh, sikurse mashkulli me femnën. Po ashtu shtazët, po ashtu bimët, krejt i kanë dy qift, apo kupton? Nuk ka mundësi ndryshe. Qysh ka marrë rryma prej shtekerit, prej prizit, pa e fut aty mrenda? Njëta gjë është edhe po ashtu rryma elektrike e cila u zbulua në kohën e re nuk është asgjë tjetër përveç se rezultati dy poleve. Se për ngiti pak zonin për qoni për gjumit. Rezultati dy poleve. Thot qka? Thërmia e atomit që deri vonë mendohet se është pjesa më e vogël e materjes, përbëhet nga bërthama e cila e rrethojnë elektronet, kurse vetë bërthama e atomit përbëhet nga protonet dhe neutronet. Njerë veç atomi kanë thonë. Tu zbulu, hinën të protonet. Thot, pastaj thot, pra çdo gjë në këtë gjithësi, përveç Allahut vetmit, është qift. Muanë në mend. Përveç Allahut që është tek, krejt janë qift. Se nuk ka mundësi, ndryshe. Paralajmërimi i Allahut se ekziston tërësi më e vogël se atomi. Zotit tënd nuk mund t'i fshihet as në tokë, as në qiell, as sa grimca, as më e vogël se ajo, e as më e madhe. E çdo gjë është shkruar në librin e qartë, dhe këto e potencuam se deri dje kanë thonë që atomi është më i vogël, grimca e atomit, ndërsa pastaj duke u lumtu kanë ardhur në përfundim se ka protone dhe neutrone. Mes dy deteve ka një mur që nuk lejon të përzihen. Kjo është mrekulli e madhe vëllazëri. Pëtini? Deti midis nuk përzihen, i njelmët dhe i ëmbël. Paramëno, i gjelft, po dhe i njelmët i gjelft. Paramëno, subhanallah, uj me ujin nuk përzihen. Subhanallah, kjo mrekulli e madhe. Ti du të me qit një barjerë midis, edhe me ndo. E një shkencëtar që i studion këto sene. Hiq bre Kur'anin mos me lexu, hiq mos me lexu Kur'anin. Veç me shku edhe me e këqyr. Që kjo ndarje, qysh po bëhet, du të me besu Allah, subhanallah. Se është jashtë logjikës. Edhe, subhanallah, kjo është një mrekulli që ti e prek dhe e she. Ti po e she, o vlla. Po e she që jënë e ndam kjo. Edhe prap mos me besu, të tillët janë më zi se hajvanati. Që i ka përmendur në Kur'an Allah azza wa jall. Ka titull shkencor, doktor, specialist, akademik, edhe në fund me thonë s'ka zot, duke i por çto argumente, nuk po di unë. Njeriu aq du të më konë i papërshtatshëm në kokë, apo kupton, për mi thonë këto fjalë. Ai Allahu lëshoi dy dete të puqen ndërmjet vete. Në mes tyre ka një mburoj që nuk i lejon të trazohen. Suratul Rahman, ajeti 19 dhe 20. Do me thonë, mes dy deteve ekziston një pengesë që nuk i lejon ujrat e një dete të hyjnë detën tjetër. Kjo pengesë nuk është e palëvizshme, sepse fjala me rrogë thot e përdorur në ajet ka kuptimin e shkuarjes, kthimit dhe të lëvizshmërisë. Disa dietarë nga Gjermania në vitin 1962 zbuluan se në vendin ku bashkon deti Kuq dhe Oqeani Indian nuk përzihen ujrat mes dy deteve. Thot ata vërejtën se ndërmjet tyre ekziston një vije qartë ndarrëse, gjithashtu ujrat e kripur nuk bashkon me ata të ëmbël, siç është rasti i lumenjeve me detet. Lumenjët e kanë atë lumenin e vet, detet e kanë atë vendin e vet. Dhe thot, pra kush është ai që ja mësoi Muhamedit alayhis salam, kurse ai u rrit në shkret të tjerë. S'ka pas mjet o vllat herë, s'ka pas internet, s'ka pas ChatGPT apo Gemini që shpjetojnë. S'ka pas me shkrujt aty edhe me të kallëzu për një herë. Ajeti po të tregon që janë dy dete. Kodrat janë shtyllat tokës, vëllazëni. Kodrat e mbajnë tokën. Sa është nalt kodra, çaq janë edhe poshtë. Shtylla. Thot Allah azza wa jall, a nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për jetë ndërsa kodrat i bëjmë shtyllat e saj? Më thënë mbajtëse tokës,
është kodra. A i ke pa kur të bëjmë temelet për shembull të shtëpisë? Ne bëjmë temelet e pastaj ndërtojmë shtëpinë. Shkaku që me pas temelet e forta që ndërtesa me qëndru mbi temel. Malet e larta në tokë luajnë rolin e shtyllave të tendës në përforcimin e saj. Kjo gjë u zbulua në vitin 1956. Para no. Para as 100 vjet si ka. Para 15 shekujve Allah për të tregon. Kur dietarët zbuluan se malet e larta kanë rënë të thella në tokë, të cilat luajnë rolin e shtyllave. Gjatë hulumtimeve u zbulua se trashësia sipërfaqes së tokës nën male arrin rreth 35 kilometra. 35 kilometra është nër. Qysh është mali, 35 metra është nën tokë. Por në çfarë bazamenti të fuqishëm ka. 35 kilometra në tokë. Thotë sikur mos të ekzistonte një gjë e tillë, nuk do të mbante toka. Kish më shka për derdhe, apo? Nëse shikojmë ngjashmërinë e shtyllave të kodrave, do të vrejmë se ato janë identike, sepse që të gjitha ato janë të ngulitura në tokë. Shtyllat nuk mund të nguliten vetvetiu në tokë, thotë por duhet një fuqi e jashtme të ngulit ato. Dhe kjo fuqi është me lejen e Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu. Po ashtu, brendia e detit dhe e tokës është e zjarrt dhe detet do të ndizen. A ka logjik kështu me thonë që deti ka mu djeg? A digjet deti, uji është ajo, çka mu djeg uji? Na ujin për shka bëjmë? Për më shumë zjarrin. E Allah po thotë që detet do të ndizen. A ka jetë kuranore që kur bëhet kiameti kanë mundes zjarri, ka më kanë detet? Thotë Allahu subhanahu, betojmë detën e ndezur. Ujë. Ç'është me ndezur? Ujë. Flak. Po del prej ujit. Dhe kur detet vlojnë si zjarri i flakruar. Këto janë tmerrat e ditës kiametit. Dhe kur detet të eksplodojnë. Dhe shumë ajete tjera të cilat i paraprin shkatrimit fundit, zbulimet shkencore, bashkëore, vërtetuan se nën toka është zjarr. Nën toka është zjarr. Dhe pastaj është deti. Bukur. Po sa që është nën detet. Ndoshta shumë kush nuk beson se mund të ndizet uji i cili shuan zjarrin, por një gjë e tillë u vërtetua kur u hodhen bombat atomike në ishujt e Japonisë. Bombat atomike u hodhen dhe u panë që deti zjarr ishte. Kjo është një prej elementeve që ty të bën me mendu që shikoj jeti që ka kallëzu më herët, ndërsa një bombë atomike sot ta ka bë detin zjarr. Apo? Pastaj thot, gjatë luftës dytë botërore, normalisht Nagasaki, Hiroshima që ka qenë. Ato bomba ndonë ujin hidrogen dhe në oksigen. Qa përmban uji vëllazni? H2O, hidrogen, oksigen. A ka dallim vëllazni, po ju pyes, uji i shiut me ujin që e pim? A ka s'ka? Ka dallim. Cili është dallimi? Mos pyet bre se unë mos të pyetën tjetër. Hajde. Uji i ative shiut është pa se hidrogene, pa kurgjen. Pa minerale. Po, tani kur Bjerë poshtë. I merr ato var. Kalcium. Këti me mineralet. Edhe një sen pju kallëzaj, uji i shiut dallon prej ujit, dhe më thonë këti që e kemi në tokë, mire tha, kjo nuk ka minerale, po është uji destilum që nuk është përques. Përques i rrymës nuk është uji i destilum. Ha? Dhe më thonë, uji na e dim që është përques, apo? Për shembull, nëse a keni vret, për shembull, kur ka ujë lagështisen, çka them xher rryma, apo? Merre ujin e destilum nuk xher rryma. Sepse nuk ka minerale mrena. E rryma elektrika, përqusit mrena që i ka ato mineralet, ato e tërhekin rrymën edhe përçojnë. E përdesa që ky ujë prej nalti që po zbret për Allahut azza wa xal, nuk i ka çto minerale, i bie që nuk është edhe përques. Për ato pejgamberi sa çka kur ka zbrit, kur ka ra shi e ka hek çalmën, edhe thot që tash ka ra i freskët prej Allahut azza wa xal ky ujë du me mprek në kokën time apo në trupin tim. Edhe është prej synetit që kur bjerë shi pak mu lak, me qitë kokën në shi. Qyshe ka bo, ndoshta keni po video në Shekhu Thejminit. Më thonë e ka hek, qalmën dhe ka dal edhe
Ka marrë, kjo është një prej syneteve që duhet me praktiku inshallah taala. Krahun apo veç kokë? Për krahun nuk e di. Allah alem, ndoshta ka mundësi edhe për krahun, po ka. Edhe për krahun, Allah alem, nuk e di. Qielli do të çohet dhe yjet do të shuhen. Kaptinat të kuir, el-infitar, el-inshiqaq dhe shumë kaptina të tjera, sure, e vërtetojnë këtë. E kur dielli, e kur qielli të çohet, dhe kur yjet të shkatërohen, parëmendo kur ta sheh me sytë e tu, inshallah nuk jemi pjesë e kiametit, se kiametin kanë me pa shkatrimin e tokës njerëzit më të këqij. Se para kiametit, këtë do t'i trajtojmë inshallah. Deri në fund të librit, këtë dhe më thonë ato paralajmërimet që janë, që Allah subhanahu wa ta'ala ka me dërgu një erë që ka mi marrë shpirtin besimtarve për mos me pa të merrin e madh të kiametit. Shiko që pa thotë, e kur qielli çohet, ta sheh qiellin po çohet, të merr. Dhe thotë, dhe kur yjet të shkatërohen, kur qielli të pëlcas, dhe kur qielli të është rrjepur, e kur qielli çohet e të bëhet kuq, si vaj i shkrir. Vajin kur ta shesh, a ki po, çashtu qielli ka më bëj i shkrir. Para se me ndodh kiameti. Këto ajete vërtetojnë ato që tha Dr. Walter nga Universiteti Kansas, i cili kishte qëndruar duke vështruar planetet dhe yjet 15 vjet dhe ishte i bindur se yjet së bashku me diellin, honën dhe tokën do të qahen edhe shkapërderdhen. Sa dush t'i thuj, na kemi besu para se me thonë ti. Veç thjesht mi kallëzu jo muslimanëve dhe disa muslimanëve, disa njerëz që janë ignorant, për me i besu Kur'anit. Çdo gjë e ka fillimin dhe e ka mbarimin. Vllai i dashur, këto ishin vetëm disa nga paralajmërimet e mrekullit kuranore, që i morëm vetëm si shembuj nga një numër i madh i paralajmërimeve, por ç'është edhe më interesante ai Kur'ani përmban në vetë dhe shumë paralajmërime dhe sekrete tjera. Njeriu i parë i cili duhet të zbuloj dhe të përfitojë nga ky Kur'an duhet të jetë muslimani. Muhamedi alayhi salatu wassalam thotë, çudirat e këtij kur nuk marrin fund. E Kur'anit, edhe e fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dietarët kur nuk ngopen me të, atë nuk e turbullojnë kohët asnjëherë. Vllazni, sa herë të lexoni Kur'an, edhe ulemoja sa herë të lexojnë Kur'an, veç nxjerrin dobi. Veç paramendonim që ky Kur'an kur është lexuar në kohën e sahabeve, dhe ky Kur'an kur është lexuar pas 15 shekujve, a ka dallim në hulumtime? Ka. Sahabët e kanë lexuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, disa gjëra që janë trajtuar, që janë hulumtuar sot, ata nuk i kanë ditë, apo? Këto gjëra neve na shtojnë imanin, por nuk është që mujmë arrit një dispozit caktuar na me thonë për shembull halalin dhe haramin me mësu. Por se këto vetëm na rritin imanin, hala masha. Thuaj Muhammed, sikur të ishte deti në ngjyrë, për t'i shkruar fjalët e Zotit tim. Qëra, deti thot do të shterrej. Sa është i madh deti? Që njerë, thuaj o Muhammed, sikur deti t'ishte ngjyrë, për t'i shkruar fjalët e Zotit tim, ai deti do të shterrej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim, por edhe sikur të sillnin ndihmë edhe një det si ai. Që thaj det. Kret nuk ka ngjyrë. Sa është një laps? Sa mush me shkrujti me një laps? Me ditë të tërë ndoshta mush me mbush fletore, Allah subhanahu wa taala po do me tregu që kret deti mu mon ngjyrë mu kon dhe mi shkrujt mrekullitë e Allahut dhe fjalët e Allahut, prap kishe me lyp një det tjetër. Atë shumë që ka mrekulli dhe atë shumë që ka dobi, disa mendojnë se Kur'ani është vetë shkenca, por ne i refuzojmë një gjë të tillë. Nuk themi që Kur'ani është shkencë. Apo, por se Kur'ani çka? Thot Kur'ani pikë së parë është fjalë e Zotit, kurse shkenca është vetëm hulumtim njerëzor që Allah e ka shpik me një vend të caktuar. Apo, është fjalë e Allahut. Dhe thot çka? Shkenca është mundim përpjekje për zbulimin e fjalëve të Zotit. Shkenca ndonjëherë mund të dështojë, kurse fjalët e Zotit nuk dështojnë. Kur'ani është nxitës i madh për zbulime, por ai nuk është vetë shkenca, sepse është mbi shkencën. Ai është burimi, kurse shkenca është gjurmusi. Edhe unë shpesh ju thon vllaznive, mos thoni që filon shkencëtari është shpikës, po çfarë është zbulues. Do të më bëj dallimin mes shpikësit edhe zbulimit.
si është Allahu subhanahu wa taala, ti po e shkon, po e zbulon çat shpikjet Allahut azza wa jall. Kurani është nxitë si madh për zbulime, por ai nuk është vetë shkenca, sepse është mbi shkencën, ai është burimi, shkenca zgjurmuese. Kurani para se gjithë është udhëzuesi i rrugës së drejtë, i rrugës së shpëtimit, është shkëndit ndriçues, është ligj i cili duhet praktikuar. Allahu na urzoft në rrugën e drejtë deri tek dersi i javës pas 2 javësh, inshallah, para lajmërimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.